Shqiptari nga Berati bëhet hero në Greqi, zhytet në lumë dhe shpëton 2 fëmijë. Një akt humanizmi ka bërë jeho në Greqi, ku një emigrant shqiptar nga Berati, Levian Goga, ka shpëtuar 2 fëmijë të mitur nga mbytja në lumin Arachthos pranë fshatit Neohorit të Hartës. Ai u hodh në ujërat e thella të lumit, pa menduar as për një sekond për rrezikun që i kanosej vetë për të shpëtuar të miturit. Ngjarja e rëndë ka ndodhur të mërkurën në mesditë, ku sipas dëshmitarëve, djali më i madh u hodh për të shpëtuar mikun e tij dhe në përpjekje për ta tërhequr e kapi nga qafa duke rrezikuar të dy. Një i ri me motor vrapoi në kafenen ku ndodhej Goga dhe kërkoi ndihmë, po mbyten 2 fëmijë në lum. Lumi ku ndodhi ngjarja. Siç vetë Levian Goga ka treguar për mediat, ka reaguar menjëherë duke marrë makinën dhe duke u nisur drejt vendngjarjes për të shpëtuar fëmijët. Në një thellësi rreth 8 metrash, ai arriti të gjente njërin prej fëmijëve, i cili ishte pa ndjenja dhe me fytyrë të nxirr, por arriti ta nxirrte gjallë. Kur dëgjoi se ishte edhe një fëmijë tjetër, u hodh sërish dhe e gjeti të shtrirë me shpinë në fundin e lumit. Isha në kafene. Vjen një djalë me motor dhe bërtet, ndihmë, po mbyten 2 fëmijë në lum. Pa menduar, vrapova, mora makinën dhe shkova. Hyra mes kallamishtes, nuk shihja gjë. Hipëm në një vark me të tjerë. U hodha një herë asgjë. Herën e dytë mora frymthell dhe u zhyta rreth 8 metra. Aty e pash, djali ishte i shtrirë, i palëvizshëm. Fytyra e nxirr, duart e këmbët të hapura, si i vdekur. E kapa dhe me zore nxora. Pastaj dëgjova se kishin gjetur edhe të dytin. U hodha sërish. 2 e 3 herë. E gjeta me shpinë në fund. Kur e nxora, i dilte gjak nga hunda dhe goja. U tremba. Njëri ishte në moshën e vajzës sime. Nuk më intereson kush janë, çfarë race apo feje kanë. Edhe unë jam i huaj, por jam njeri. Bëra atë që do të bënte çdo prind. Vetëm fëmijët më rinë në mendje. Ka thënë ai mes lotësh, të jetojnë, të zgjohen, të bëjnë jetën e tyre. Më vjen keq, edhe fëmijët e mi qajnë në shtëpi, duhet të kthehem. Është shprehur ai në një telefonat për protothema, teksa priste radhën në spitalin e Artës, i plagosur në këmbë pas përpjekjes për të nxjerrë fëmijët nga thellësitë e lumit të turbullt. Levian Gogun, të gjithë fshatin e Neohorit të Hartës e njohin si Leo, emigrant nga Berati. Ai, sipas mediave fqinje, shkoi në Greqi 24 vite më parë, në moshën 17 vjeçare, sapo kishte përfunduar shkollën e mesme. Sot, ai jeton në Art me gruan dhe 2 fëmijët e tyre, 10 dhe 6 vjeç.